Nuk ka vot për vetëvendosjen. LDK ka paraqit një zgjidhje të ngërçit politik, e cila zgjidhje u refuzu qysh në prill të këtij viti, dhe tani ne jemi të bindur dhe besojmë që zgjidhja e vetme është zgjedhjet e reja. Këtë kemi theksuar edhe në takimet e përbashkëta tek presidentja dhe po e themi në vazhdimsi dhe me të gjithë. Pra, duhet shkojmë në zgjedhje sepse nuk ka shumicë politike në vend. Kurse sa i përket qasjes, ne nuk kemi pas ndonjë komunikim. Pra, mandatari i ri nuk ka pas as tendencë, as ndonjë qasje ndaj ose LDK-s në mënyrë institucionale, po as individualisht ndaj deputetëve të grupit tonë. Po ne presim që kjo punë do të shkojë deri në ditën e fundit të afatit, do të thirret seanca për krijimin e qeverisë, do të ketë një show politik dhe sipas mendimit tonë nuk ka vot. Nuk ka vot, sepse nuk ka të vijë ajo vot sipas deklaratave të gjithë partive politike.